Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim për një çift i cili sot e kësaj dite na mban mbërthyer për ekrani. Në fakt të gjithë e duam, të gjithë e duar trokasim, të gjithë duam të jemi pranë këtij çifti, të gjithë duam ta shijojmë këtë çift. Do të thënë të gjithë duam të jemi në brendësinë e këtij çifti, të gjithë duam të dimë rreth kësaj marrëdhënie, rreth kësaj dashurie, rreth kësaj historie. Dhe në fakt i vetmi që mund të jep informacione më të sakta në këtë raport jam unë. Flas konkretisht për Selin dhe Gimbo që folëm më parë, tani flas konkretisht për Kiarën edhe për Luizin. Kiara dhe Luizi së fundmi kanë qenë në shënjestër nga Media Ros, jeta e tyre, përditshmëria e tyre, të ardhmet e tyre, a do të kemi edhe një fëmijë tjetër në jetë, apo diçka tjetër, dhe siç duket dalja e Kiarës tashmë në sezonin veror të Portokallisë në Giron që po bëjnë gjatë gjithë rrugtimit fantastik në qytetet e bukura të Shqipërisë, publiku e ka shënjestër barkun e Kiarës për të kuptuar nëse është shtatzën apo jo, dhe në fakt në shumë fotografi të cilat janë shkëputur nga pjesëmarrja e Kiarës që nga nata e mbrëmshme, në fakt si natë e parë në prezantimin e Portokallisë sezonit veror nëpër qytete, është theksuar me një vit të kuqe barku i saj. Tani, unë them që shumë herët, edhe nëse Kiara është shtatzën, për të kuptuar një lajm të tillë, por mendoj që shtatzania e Kiarës edhe Luizit është në planet e tyre, por nuk është në planin e kësaj vere. Unë me sa unë e shoh dhe unë kam arritur të kuptoj, Luizi dhe Kiara janë fokusuar jashtëzakonisht shumë në karrierën e tyre, në artin e tyre, në punën e tyre, gjë që në fakt i bën ato që të jenë më të fokusuar tek e ardhmja. Do të thënë, ja kanë dhënë fokusin kësaj gjëje, nuk është se janë fokusuar tek pjesa e familjes, shtimit të familjes në këtë rast. Derisa një çift është i martuar, me patjetër që do të mendoj edhe për shtimin familjar, sepse kjo është gjëja më kryesore. Por që ta kenë fokusin kryesor unë nuk e shoh. Unë mendoj që Luna Mari është bekimi që çifti e kishte me patjetër, ndërsa tani këtë pjesën tjetër çifti ja ka lënë Zoti, që nuk kupton kur do vendos Zoti, atëherë do të vinë në jetë. Unë pres nga Kiara që në fakt na jap një përgjigje, por nga ajo që unë po shoh dhe nga informacionet që unë kam, nuk më duket që Kiara është shtatzën.